Prokuroria e posaçme ka shpallur pretencën për grupin e dytë të pandehurve në kuadër të dosjes së njohur 5D, një hetim i thelluar që ka përfshirë emrat e njohurës të administratës dhe sportit. Në seancën e fundit gjyqësore, prokurori Klodian Braho ka kërkuar dënimin me 1 vit burg për drejtoreshën e klubit sportiv Tirana, Debora Keci, një dënim që për shkak të pranimit të gjykimit të shkurtuar reduktohet në 8 muaj. Përveç dënimit me burg për Kecin, u kërkua dhe pezullimi i dënimit me afat prove 2 vjeçar gjatë së cilës ajo nuk duhet të kryejë asnjë vepër tjetër penale. Gjithashtu, prokuroria ka kërkuar dhe një masë dënimi plotësues, ndalimi për të ushtruar funksione publike për një periudhë 5 vjeçare. Të njëjtat masa janë kërkuar edhe për 3 pandehurit të tjerë, Teuta Guri, Renaldo Gjerazi dhe Gentian Meraj. Për ta, SPAK kërkoi dënimin me 9 muaj burg, i cili reduktohet në 6 muaj pas aplikimit të gjykimit të shkurtuar. Edhe ato përballen me pezullim me afat 2 vjeçar dhe ndalim të ushtrimit të funksioneve publike për 5 vite. Mbrojtësit ligjor të pandehurve kërkuan kohë shtesë për përgatitjen e mbrojtjes dhe për këtë arsye, seanca e radhës është caktuar me datën 8 maj ora 12. Procesi vijon të jetë në fokusin e opinionit publik për shkak të përmasave dhe ndikimit që ka në administratën shtetërore dhe institucionet publike.